7 të shenjat të fshehura që tregojnë se vuani nga hernia diskale. Kur themi hernie diskale, me siguri mund t'ju shkojë mendja te dhimbja e kurrizit ose mesit. Megjithatë, këto nuk janë të vetmet simptomat të kësaj sëmundje. Nga takat shumë të larta deri te kequshqyerja, dhimbja e mesit mund të ketë shumë arsye. Gjithsesi, dëmtimet e shtyllës kurrizore shkaktojnë simptoma të ndryshme, të cilat ndoshta nuk i keni njohur. Një prej tyre janë dhimbjet e gjymtyrëve. Për shkak të dëmtimit të diskull në shtyllën kurrizore, dhimbja mund të jetë duke prekur gjymtyrët tuaj. Nëse vëreni atë për një kohë, konsultoni me mjekun. Ftohja e trupit pjesërisht. Nëse vëreni se pjesë të trupit janë të ftohta më shumë se pjesë të tjera, kjo mund të vijë për shkak të problemeve të shtyllës kurrizore. Edhe mbirja e duarve dhe simptomat e hernias diskale mund të vinë për shkak të saj. Dobësimi i këmbëve, dhimbja e këmbëve pa arsye, dhimbje kur qeshni ose kolliteni, dhimbje kur shtoni ose kur pushoni janë arsyet kryesore për një konsult me mjekun.